Mirë mbrëma dhe përshëndetje ju, drejtuesve politik të qarqeve. Një përshëndetje të veçantë kam dhe mirënjohje të pakufishme për gjithë ata qindra mijëra qytetar që në kushtet më të vështira votuar si qytetar të lirë për vlerat, idealet që besonin, votuan kundër një regjimi që në traditën më antidemokratike, më antikombëtare, ka shndruar krimin në faktor kryesor elektoral, krimin në vot dhe votën në krim. Por unë kam një mirënjohje të veçantë, gjithashtu edhe për të gjithë komisionerët, vëzhguesit, numëruesit, të cilët përballen prej 3 ditësh me presione nga më të ndryshmet dhe mbrojnë me integritet votën e qytetarëve shqiptarë. Një falënderim për gjithë strukturat e angazhuara në këtë proces, i cili pati si rezultat final plaçkitjen, grabitjen më të madhe të votës në historinë 33 vjeçare të pluralizmit politik shqiptar. Në këto zgjedhje u faktua në mënyrën më të pakundërshtueshme se sa më i madh vjedhja dhe korrupsioni, aq më shumë ato shndrohen në votë dhe pas tyre vota në krim. Pra, rrethi vicioz i krijuar në këtë narkoshtet, që krimi shndrohet në votë dhe vota shndrohet në krim, pati në këto zgjedhje proporcione të papara ndonjëherë më parë. Njeriu që grabiti zgjedhjet, regjimi që grabiti zgjedhjet e 2025-11 majt, nuk e bëri këtë fshehtas. Ai e bëri këtë publikisht, duke përdorur për këtë qëllim të gjithë potencialin e narkoshtetit me vendime qeverie. Pra, ai shpërndau dhurat për votë 70 milion euro 760.000 pensionistëve, të cilët në hartën aktuale elektorale përbëjnë 48% të zgjedhësve të votuesve në Shqipëri. Kjo është shkelja publike më e rëndë, më pa precedent, cili do që përpiqet të na bind apo ta kundërshtoj ne
se ky nuk është një megakrim elektoral, një blerje e hapur publike e votës, ose është bashkëpunëtor në këto parakrimi, paguhet me këto parakrimi që paguhet vota, ose pastaj nuk ka ABC-n më elementare të parimeve, të zgjedhjeve të barabarta, dhe të drejta. Edi Rama nuk u përpoq të fsheh kësaj radhe asgjësimin e kodit zgjedhor dhe krimit elektoral. Ai shpërndau në mes të fushatës 138 licenca për miliona bim kanabis. Mos harroni se një bim kanabis e ka prodhimin 1.000 euro. 1.000 euro. Se si i ndau mafja e drogës bimt për vota është shumë e thjeshtë, por një bim kanabis është 1.000 euro produkti. Ai nuk e fshehu, por e bëri publike blerjen e votës kur me 2 ditë para zgjedhjeve fali më spaku 200 milion euro gjoba dhe kamata të 10 viteve të fundit. Këto cila do qofshin për masat e veprimtarisë kriminale të nëndheshme, këto publiket janë më të mëdhat, më gjigantet, më të pashembulltat. Për të mos thënë pastaj, rreth 500 milion euro prokurime, PPP-ra, koncesione, gjatë fushatës elektorale, që të gjitha për vota. Për të mos thënë pastaj, mbi 10.000 punësime në qeverinë vendore, në qeverinë lokale dhe në ndërmarrjet publike, që të gjitha punë për votë, punësim për votë. E vërteta është se në këto zgjedhje bandat kriminale kanë vepruar më të strukturuara dhe më të kontrolluara se asnjëherë më parë. Këto banda kanë vepruar në 10 qarqe të vendit dhe në mbi 20 bashki, me detyrën për të mbështetur dhe sjell në parlament 30 kandidat të Partisë Socialiste. Ylli i kësaj fushate është famozja Sara Mele
Milo, e cila arriti në 30.000, po tani po i ulin votat sepse bëhet barsolet botrore. Se si e panjohura u bë me votuara në zgjedhjet e narkoshtetit shqiptar. Bandat, aty ku panë se punën në ndheshme mund të mos realizon të objektivin, dolen haptas në shesh në teren, në një seri bashkish, ndër të cilat në Vorë, në Peshkopi, në Matë dhe në Durrës, në Elbasan, në shumë rrethet të tjera. Unë gjej rastin të shpreh një falënderim dhe mirënjohje ndaj të gjithë gazetarëve, të cilët me guxim, me trimëri, kanë bërë publike të vërtetat këtë aktivitet kriminal, i cili u ushtrua ditën e zgjedhjeve pa asnjë lloj kufizimi. Pra, e vërteta është se zgjedhjet u rrëmbyen nga një narkodiktator që me një fuqi të madhe korruptive dhe që mendon se do mund të qëndroj mbi mandatin e tij të krimit. Tani, detyra numër 1 në këtë fazë, dhe prandaj unë ju kam thirrë ju sonte këtu, ju kam shkputur nga puna, është mbrojtja e votës duke paraqitur dhe faktuar të gjithë universin kriminal të qarqeve tuaja, të gjithë ndërhyrjet kriminale në qarqet tuaja, çdo evidentim, mbasi betejë jo për mbrojtjen e votës shqiptarëve është betejë për fatin vendimtar të Shqipërisë dhe të demokracisë shqiptare. Është betejë të cilën ne do ta fitojmë, sepse sot nuk ka shqiptar që e njeh veten të tillë dhe nuk pa me sytë e tij se si me vendime qeverie u grabitën zgjedhjet. Nuk ka shqiptar që mund të pranojë për standard shpërndarjen
e 100 eurove për person për të ble votën. Shpërndari në miliona bim kanabis për të ble votën. Nuk ka shqiptar. Në këtë mënyrë Edi Rama ka poshtruar një kom të tërë. Është dokumentuar një Asad i vërtet. Po nuk them Asad, po them Totorino. Po e thash Asad se mu kujtua Lajlaja se sot ai shpalli opozit të vetë me Linda Ramen. Edhe emroj dhe 2-3 tjerë Tom Doshin opozit të emruar, apo me përke patë se mora vesh mirë. Por tha që opozita ime thash Linda Rama. Diktatorët ngjasoj njëri me tjetrin, pra, nuk ka detyrë, mbi çdo detyrë tjetër është dokumentimi. Me vërtetësi dhe dokumentat plota, ne nisim një betejë të cilën ne do ta fitojmë. Ne do ta fitojmë sepse s'pari këto krime madhore elektorale janë krime të paralajmëruara dhe të denoncuara në rezoluta të fuqishme ndërkombëtare. Si asnjëherë më parë. Së dyti, duhet të përshëndes vëzhguesit ose Beodirit, Parlamenti Evropian dhe Këshillit të Europës, për konstatimet e tyre madhore, me të cilat de facto këto zgjedhje rrëzohen. Nuk qëndrojnë. Por, tani është rradha jonë të dorëzojmë, të faktuar të gjithë batërdinë elektorale të narkoregjimit në zgjedhjet e 11 majit. Me datën 16 fillon protesta. Për një sensibilizim të udhëheqësve europian që vinë në Shqipëri. Se ndodhen në një narkoshtet që nuk respekton asnjë rregull, asnjë parim të votës së lirë. Dhe kjo jo se e themi ne, por se e thonë 4 rezoluta ndërkombëtare të partive që qeverisin botën. Deklaratat paraprake nuk mund të na dekurajojnë ne në betejën tonë që shqiptarët votojnë qytetar të lirë, me betimin solemn se me Edi Ramën nuk ka vot të lirë. Por, këto kohra që vinë, janë kohra përcaktuese në rrafshin kombëtar dhe ndërkombëtar për mbrojtjen e votës së shqiptarëve, për luftën për mbrojtjen e votës së shqiptarëve. E vërteta, kjo është një kauzë drejtë, e dobishme e vlefshme për çdo sakrificë. Kjo është një kauzë drejtë,
e cila do triumfoj. Mandat mbi krimin në Shqipëri, legjitimitet mbi krimin nuk ka dhe nuk mund të ketë. I them Edi Rams se gjysmë milioni shqiptar të lirë nuk mund të shtypen kur. Harroje. Gjysmë milioni njerëz të lirë janë më të guximshëm, më të fuqishëm se shumë milion të tjerë sklever. Njerëz të bler apo të shitur, që mund të imagjinoja i se ndaj dhe ne duhet të dalim zot me vendosmëri të madhe. Aspiratave të lirisë të votës të lirë të gjysmë milioni shqiptar. I kemi bërë gjithë shka për një proces të ndershëm zgjedhor. E keni dëgjuar dhe pap ju kërkoj ju që gjerë momentin e fundit ligjin dhe vetëm ligjin. Ne jemi parti e shtetit ligjor, nuk tërhiqemi, por ne kur mandat mbi krimin nuk pranojmë. Se do ishte tradhtia më e madhe ndaj këtij kombi dhe ndaj këtij vendi. Cili do që mendon se ne nuk kemi të drejtë, e ftojmë të njihet me dokumentat. Cili do që mendon se opozita më tha mua një majtist i pa korrigjueshëm në Strasburg. Ti tha po kërkon të delegjitimosh Edi Ramën, dhe ky ishte një mik i Ilir Mec. Ky i majti. Dhe kur i tregova unë zvarritjen, edhe godit e Ilir Mec në rrugë, i thash, po ti e ke mik të mor, çfarë delegjitimimi? Po ky delegjitimon vetë, thash. Po cili do, ne kemi durim, cili do që me ndonë se mund të shes krimin elektoral shqiptare për legjitimitet, gjysmë milioni shqiptar do kërkojnë drejtësi për procesin zgjedhor. Atë që bën me votën e diasporës është dhe më shëmtur, edhe më shëmtur të para fabrikuar, të para mbushura nga një dorë, nga një penë, nga një kuti. Çfarë del aty është jashtë çdo lloji imagjinate. Vota 90% si në Korenë e Veriut për Partinë Socialiste. E tjerë. Pra, misioni është sot më jetik se kur. Dhe ne do ta përmbushim misionin tonë. Unë kam besim të madh se qëndrimi ndaj këtyre zgjedhjeve, si i shqiptarëve ashtu dhe i komunitetit ndërkombëtar, do bazohet në vlerësimin e parimeve ndërkombëtare dhe
të kodit zgjedhor të Shqipërisë. Vëzhgosit, ambasadori Zanjeri, përfaqësuesi i Parlamentit Evropian, koordinatori Galer, përfaqësues të tjerë, i thanë fjalët e tyre. Edhe 2 komisionerët, me gjuhë diplomatike, de facto, pranuan plotësisht se në zgjedhje u ndesh shteti elektoral me partinë politike, po që në këtë moment ato nuk janë zgjedhje, po janë farsë. Në qoftë se shteti elektoral ndeshet merr pjesë në zgjedhje, ajo quhet farsë elektorale dhe jo zgjedhje të vërteta. Tani mediat, ju lutem se e kemi dhe një pjesë private, ju falenderojmë shumë për ndjekjen që i bëhet kësaj takimi dhe për gjithë punën që keni bërë, se kam pa gazetarë të guximshëm dhe gazetare që është e vërteta, dhe raportet e tyre kanë qenë jashtëzakonisht të vyra.